Shumë emocione na fal kjo jingle kështu është e jashtëzakonshme. E bukur është Radio Televizioni 21 gjithmonë sjell atmosfera nga vendet nga më të ndryshme dhe mundohemi që çdo herë për shikuesit tanë të Radio Televizionit 21 të sjellim momente të ndryshme. Dhe kemi reporterët tanë, njëri prej atyre që nuk i humbas edhe një ngjarje vetme kulturore diasporës shqiptare në Amerikë. Është kolegu Alil Mula që na sjell kronikën për aktivitetin e konsullatës së përgjithshme të Kosovës në New York, ku është shënuar 18 vjetori i pavarësisë së vendit. Sigurisht ne do të shohim këtë material nga New York, më pas do të rikthehemi sepse flamuri vetëm është tu bogatim janis Kongës. Patjetër. Duke falenderuar që jeni sot me neve së bashku për të premtuar 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, më lejoni që me njëherë t'ju uroj këtë festë të rëndësishme, më të rëndësishme në historinë e Kosovës. Kuptohet se festimet nuk janë vetëm për të festuar, por festimi është për kremtim, por po ashtu edhe reflektim. Reflektim për atë se ku ishim, ku jemi dhe ku do t'jemi. Ku ishim? Mjafton ndoshta të them në mënyrë të përmbledhur në një fjali. Një shekull në regjimin kolonialist të Serbisë, apartheidin dhe gjenocidin e shtetit serb kundër shqiptarëve të Kosovës. Mirë po, lufta shqiptare e prirë nga UÇK dhe nga mbështetësit tanë Euroatlantik, e solli këtë ditë të urua dhe 26 vite jemi të shlirua dhe 18 vite të pavarur. Ku jemi sot? Sot, Republika e Kosovës është shteti më i ri evropian, shteti më pro-amerikan dhe shteti më demokratik në Ballkan. Sot jemi për krah vlerave të aleatëve strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve evropian. I dajmë të vlera civilizuese perëndimore të demokracisë liberale dhe jemi shtet i njohur bilateralisht nga 121 shtete anëtare të OKB-s, ndërkaq për legalitetin e pavarësisë sonë e dha vulën Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në vitin 2010, kur tha se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk e cënon të drejtën ndërkombëtare. Ku do t'jemi? Pa equivoke, pa hamendje. Vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm me aleatën tonë strategjik që viti të krijojë një projekt ndër më të suksesshëm të shtetëndërtimit në Evropë. Kuptohet se merit për këtë rrëfim të suksesit të shtetëndërtimit demokratik keni ju të dashur bashkëdhetarë. Sepse ju ishit ambasador kur Kosova nuk ishte ambasada. Ju ishit zëri ju kur në Kosovë kur Kosova ishte pushtuar nga Serbia, ndërka zëri ju ndëgjoi në Capitol Hill, në White House, në State Department. Prandaj, nga zemra ju falenderit edhe një herë. Kosova ka një të ardhme të ndryshme. Ka popullatën më të rejnë në Evropë, të shkolluar, që flet gati secili anglishtën, me IT technology ndër më të përsosura dhe me ndjenjen e ndërmarrësisë që nuk e ka askush në Ballkan. Pra, ne besojmë se Kosova së shpejti do të jetë edhe antare e OKB-s, e 194-ta, edhe antare e Këshillit të Evropës, edhe BE-s dhe NATO-s. Prandaj, me lejoni edhe një, t'ju uroj ditën e pavarësisë, 18 vjetorin e pavarësisë, dhe t'i falenderoj ata që dhanë kontribut. Lavdi ushtarëve dhe luftarëve të lirisë, UÇK-s, lavdi komandantit legjendar Adem Jasharit, lavdi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës.